Pas 2 kilometrave të cilat u ndërtuan për 6 vite dhe që praktikisht nuk përfundojnë askund, vjen një premtim i ri për fillimin e aktiviteteve ndërtimore për pjesën e dytë të autostradës Shkup-Blac. Punimet në teren duhet të fillojnë në korrik. Kur duhet të përfundojnë 10 kilometrat e mbetur nuk dihet, por dihet se sa do të kushtojnë. Sipas vlerësimeve, shuma arrin 215 milion euro, ose 21,5 milion për kilometër. Kryeministri Mickoski informoi se vlerësimi i projektit ka përfunduar, por po pritet të përfundojë procedura ankimore dhe më pas të fillojnë aktivitetet në teren. Në fillim të korrikut të këtij viti do të fillojë ndërtimi i autostradës Shkup-Blac. Vlerësimi dhe përzgjedhja e kompanisë ka përfunduar dhe tani është në rrjedhë procedura ankimore në shkallë të dytë, pas së cilës pritet fillimi i punimeve ndërtimore. Parat janë siguruar, ndërsa projekti duhet të kushtojë 215 milion euro. Përveç Shkup-Blacës në fazë përfundimtare është edhe Kërçov-Ohër. Një segment do të hapet këtë vit, më 8 shtator, ndërsa e gjitha autostrada pritet të vihet në përdorim në janar të vitit të ardhshëm, ose më së voni në 3 mujorin e parë të vitit 2027. Segmenti nga Izvori deri në Verbjani do të hapet në ditën e Pavarësisë, më 8 shtator. Të paktën kështu presim. E gjitha autostrada Kërçov-Ohër duhet të vihet në përdorim në 3 mujorin e parë të vitit 2027. Për përfundimin e këtij projekti të autostradës janë siguruar mjete prej 175 milion eurosh si hua nga bankat vendore. Pra projekti është financiarisht i mbuluar. Së bashku me autostradën Shkup-Blac, si dhe segmentet e korridorit 8, Mickoski thot se në gjysmën e dytë të këtij viti do të punohet në 6 zgjidhje, si dhe në disa rrugë ekspres.